Ndalemi pak këtu faj, me çfarë kemi të bëjmë? Se thua, janë profesionist, po jo edhe aq të sofistikuar. Tani, çfarë janë këta? Janë ish efektiv, janë ish komando, janë njerëz që janë trajtuar, janë trajnuar për këtë gjë, më thuaj, si mund të identifikojmë? Lind pikë pyetja sepse kemi parë në disa veprime në ngjarjet e fundit kriminale ku ka një uri të mirë mbi armatimin, ka një uri të mirë mbi ngritjen e pritave, pozicionet, mënyrën se si e kontrollojnë situatën, mënyrën se si vendosin pika bllokimi për të finalizuar operacionin dhe për t'u larguar më vonë pa patur pengesa, sepse pengesa më e madhe e tyre është goditja dhe shkëputja nga vendi i ngjarjes. Aty është momenti sepse aty mund të lindin shumë të papritura dhe duhet patjetër një saksi dhe një korreksi nga ana e gjithë grupit i cili është pjesëmarrës në këtë ngjarje. Dhe këtu kanë lindur dyshimet për të thënë që mund të kemi edhe me persona të cilët kanë një uri të mira apo mund t'i përkas një ish strukture, pra mund të qenë pjesa një strukture më parë. Po unë nuk besoj që kemi këtë lloj pike, unë patjetër që ato kanë një uri të mjaftueshme, patjetër që kanë bërë një farë mënyre, një farë rikondicioni për ngjarje të caktuara. Të para të dy ngjarjet mendoj që janë të dyja ngjarjet që kanë ndodhura kohët e fundit, besoj që kanë një të përbashkët që është ajo që kemi të bëjmë me personat cilët marrin përsipër për të kryer një akt të tillë, por nuk janë pjesë përbërëse e konfliktit. Kështu që në këtë mënyrë kryhet atentati, por mundohet që të shmangen dhe gjurmët. Është e rëndësishme dhe policia pak deri tani nuk ka informacion dhe gazetarja që ishte nga terreni nuk e tha kur është, pra kemi të bëjmë me një mjet i cili i përket kompanisë, kur është vjedhur mjeti, a është bërë derancimi i këtij mjeti të grabitur apo si ka humbur kontaktin mjeti me kompaninë, kush ka qenë poseduesi i mjetit, kush i ka poseduar çelësat e këtij mjeti, apo si është grabitur ky mjet. Tjetra është për të ardhur çudi një mjet i grabitur, nëse kemi të bëjmë me një mjet grabitur, i cili qarkullon afër biznesit, ndërkohë që kemi të bëjmë me një biznes i cili frekuentohej nga familjarët, nga vetë personi dhe të afërm dhe punëtor të kompanisë që shkonin her pas here për të biseduar apo për të mbyllur punët ditore apo planifikimet e ditës pasardhësme, ka qarkulluar mjeti i kësaj kompanie, i vjedhur dhe ishte në qarkullim, ku do bënte dyshimet qoftë vetë viktimës që do shikonte automjetin e tij që qarkullonte aty që do ishte në supozohet jetë i vjedhur, dhe ka shumë rëndësi ky detaj sepse ky detaj është shumë i rëndësishëm absolutisht, më kohë nënvizova. Presim që të kemi le të themi zbardhje të këtij detaji që mund të çojë edhe po këtu sepse nëse është një kohë e tanishme e humbjes së këtij automjeti nga kompania, atëherë mund të kemi një fokusim tek autori i grabitjes dhe automatikisht mund të bëjmë lidhjen pastaj me autorët që kanë kryer atentatin. E thash edhe më parë, është e njëjta skem. Kryen atentatin, djegin makinën, nuk lën gjurmë. Tani për të ekzekutuar këtë skenë, e para një herë, po bëjmë përafërsisht sa është numri i tyre dhe si organizohet gjëja, se e the pak më parë, për të kryer një vrasje të tillë është studiuar gjithçka, apo jo, javë ndoshta të tëra edhe muaj të tërë. Si funksionon zinxhiri? Pra, ekzekutojnë, lën makinën, merren nga disa të tjerë, më thuaj diçka. Po kjo është prit. Kjo është prit e cila kërkon një kohë të caktuar për kryerjen e kësaj prite, paktën sipas procedurave që kanë rutinën e viktimës, mësojnë rutinën e viktimës, mësojnë oraret e lëvizjeve dhe pengesave të cilat mund të jenë të dukshme apo të padukshme për një ngjarje të caktuar dhe për një kohë të caktuar në atë zonë. Zgjedhin një orar i cili ju krijon hapësirë dhe mundësi që mos jetë, për shembull, mos jetë koha kur qarkullojnë të policisë që mund të kenë ndryshim turne apo pra bën një studim afërsisht 2 javë të gjithë lëvizjeve që ndodhin në atë zonë. Prandaj duhet patjetër që të shikohen edhe filmimet. Pastaj ndjegin itinerarin e viktimës që kanë planifikuar, shohin se kur i ka oraret e më të shpeshta që futet dhe del, se pak a shumë një person i cili frekuenton një ambient zyre ka një orar të caktuar kur e frekuenton më shumë atë
atë objekt, ose në hapjen, ose në mesditë, ose në mbyllje të aktivitetit dhe shkëputet. Në këtë mënyrë ato planifikojnë personelin që duhet për të marrë pjesë si qitës, pra kush do të kryeron në qitë, kush do të jetë mbështetës dhe kush do të jetë drejtuesi i automjetit parë. Patjetër që duhet ketë gjithmonë një informator që thotë doli, hyri apo diçka tjetër. Në shumicën e rasteve është një informator i cili duhet, por është i brendshëm ky, është i afërt me viktimën, si supozohet. Shiko, unë mendoj që në shumicën e rasteve informatori ka të bëjë me aktivitetin e viktimës. Pra, mund të jetë pjesë e personelit, por mund të jetë edhe pjesë e banimit apo pjesë e një aktiviteti përballë. Pra, jo, mund të jetë edhe pjesë e një aktiviteti përballë. Përballë di mund të jetë dyqan, përballë ditë mund të jetë një objekt tregtar tjetër i cili mund të ketë mundësi që të japi dhe informime, sepse ai është personi i cili në këtë rast nuk dua të hedh dyshime që kemi pasur një të tillë, por në shumicën e rasteve patjetër që objektet që janë me personel për rreth e përqark ku kryen aktivitetin personi i cili është shënjestër e atentatit, mund të ketë një informator të mundshëm. Por në këtë rast, paktën siç është thënë deri tani, automjeti, prandaj bën dhe shumë përshtypje që një automjet i vjedhur që i përket personit i cili do të ekzekutohet, qarkullon, po personi është dhe pronari